Në Shqipëri, presidenti I grupit më të madh mediatik në vend, Top Media, humbi jetën sot pas mesnates si pasojë një aksidenti tragjik me makinë. Dritan Hoxha, 40 vjeç, është themeluesi I Top Albania Radios dhe më pas televizionit Top Channel, një ndër më të rëndësishmit në treg. Ai bëri të mundur që në pak vjet të fuste në Shqipëri teknologjinë më të avancuar në fushën televizive me krijimin e platformës digjitale toksore dhe satelitore, si dhe të videocelularëve. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Arman Mero. Presidenti I grupit mediatik Top Media, Dritan Hoxha, u nda sot nga jeta pas një aksidenti tragjik në një nga akset kryesore të Tiranës dhe si për ironi të fatit, pak metra larg studiove të televizionit Top Channel, të cilin ai e themeloi në vitin 2001. Makina e drejtuar prej tij, Ferrari, ka dalë nga rruga. Përplasja e fortë me një nga pemët buzlanës ka ndarë në dysh makinën duke provokuar më pas edhe vdekjen e 40 vjeçarit Hoxha. E gjithë bota e medias u përfshi sot nga zia. Dritan Hoxha ishte një ndër përfaqësuesit më të spikatur, ideator dhe themeluesi një grupi të fuqishëm mediatik, I cili u imponua me shpejtësi në tregun shqiptar, duke u bërë ndër zërat më të rëndësishëm. Fillimisht ai ngriti Radio Top Albanian, e cila në një hark të shkurtër kohor u zgjerua duke u ngjitur në krye të listës për dëgjueshmërinë e saj. Më pas I njëjti sukses do të pasonte edhe ngritjen e televizionit Top Channel, I cili po ashtu me shpejtësi u përhap në të gjithë vendin, duke u bërë ndër televizionet më të fuqishme. Një televizion I cili fal investimeve të mëdha u vu në pararojë të teknologjisë audiovizive. Hoxha u bë promotor dhe I projektit të guximshëm të futjes në Shqipëri të platformës digjitale toksore dhe më pas asaj digjitale satelitore, platformë rrallë edhe në Europë, ndërsa vitet e fundit ai realizoi dhe shpërndai në tregun shqiptar të sistemit modern të programeve televizive në celular. Autoritetet më të larta të vendit, shtetërore dhe politike bën sot omazhe në mjediset e Top Channel ku ishte vendosur dhe trupi I pajet I Hoxhës. Presidenti I Bamir Topi në një mesazh ngushëllimi shpreh se me punën e tij ambicioze Hoxha I dha një dimension të ri bashkëkohor teknologjisë së medias vizive në Shqipëri. Mesazhi I ngushëllimit dërgoi dhe kryeministri Sali Berisha. Mediat e drejtuara nga Hoxha ndërprerën sot transmetimet normale pas lajmit të pabesueshëm, siç shprehin ata, se babai I kompanisë nuk jeton më. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.